Parashikimi i horoskopit për vitin 2026 për 3 shenjat e para. Në vend të parë pra Dashi. Viti 2026 sjell për Dashin një periudhë ku veprimi dhe përgjegjësia do të ecin paralelisht. Do të ndihesh i vetëdijshëm për atë që dëshiron realisht dhe më pak impulsiv se zakonisht. Në dashuri marrëdhëniet do të testohen. Ato që kanë bazë të fortë do të forcohen, ndërsa lidhjet e paqarta mund të marrin fund. Beqarët kanë mundësi për një njohje të rëndësishme, sidomos përmes punës apo rrethit social. Në aspektin profesional, 2026 është një vit ku puna e bërë më parë do të fillojë të jap fryte. Mund të marrësh më shumë përgjegjësi ose të ndryshosh drejtim karriere. Financat kërkojnë kujdes, por me disiplinë mund të përmirësohen ndjeshëm. Energjia fizike është e mirë, por duhet të shmangësh stresin dhe nxitimin e tepruar. Për shenjën e dytë të horoskopit, Demin. Për Demin, 2026 është një vit i rikonstruktimit të brendshëm. Nga jashtë gjithçka mund të duket e qetë, por brenda vetes po ndodhin ndryshime të rëndësishme. Kërkon më shumë siguri dhe thellësi. Marrëdhëniet jo serioze të janë e veritur. Në punë dhe në financë, viti favorizon ndërtimin afatgjat. Nuk është vit rreziku, por është një vit që investimet nuk do të mungojnë. Mund të kesh përmirësim financiar gradualisht. Shëndeti është i qëndrueshëm, por duhet i kushtosh vëmendje pushimit dhe ekuilibrit mes punës dhe jetës tënde private. Shenja e tretë, të cilët janë binjakët. 2026 është një vit shumë aktiv për binjakët. Plot mundësi, njohje të reja dhe ide të freskëta. Do të ndihesh më e hapur për ndryshim dhe për të provuar gjëra të reja. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Lidhje do të përmirësohen nëse flitet hapur, ndërsa beqarët mund të përjetojnë romanca spontane dhe interesante. Në aspektin profesional është një vit i favorshëm për mësim, udhëtime, projekte kreative dhe bashkëpunime. Mund të kesh disa drejtime njëkohësisht, prandaj organizimi është thelbësor. Financat mund të luhaten, por nuk do të mungojnë mundësit për fitime të reja. Energjia mendore është shumë e fortë, por duhet të shmangësh lodhjen nervore.